Megjithatë, duhet ta rikujtoj pak Arber Xhaferin. Ylli dhe unë e kemi njohur pak nga afër, besoj edhe Visari e tjerë. Analistët, opinionistët, përgjithsisht ai vlerësonte shumë, ose me thënë më mirë, kishte shumë dëshirë që ata të shërbenin si busulla orientuese në oqeanin e turbulluar të mendimit munguar politik shqiptar. Për një periudhë gjatë, mendimi politik shqiptar ka abstenuar nga prezenca publike për shkak të sistemit. Kjo lidhet me temën? Kjo lidhet me temën shumë atje, sepse jo rrallë ne këtu në vend që t'jemi interpretues të realitetit, pretendojmë të krijojmë realitet imagjinar. Për shembull. Për shembull. Çka u kriju realitet imagjinar në studion e emisionit Debat Plus? Jo, në gjitha studiot. Jo, këtu. Veç unë jam i... Jo rrallë, për shembull. Unë jam i interesuar veç për Debat Plus. Krijohet një pikpamje që fajtori kryesor pse u shtyn thjesht u zvarrit pengimi krijimi i institucionet të Republikës së tjerë. Në ditën e zgjedhjeve me datën 9 shkurt. Të kam thonë kush është fajtor nëse nuk krijohet institucionet dhe më ke vënë bazë që do të jetë vetëvendosja. Më ke thonë me gojë tonde. Unë kam thënë që pjesën e përgjegjësisë. Jo, ke thonë me çet rezultat të zgjedhjeve vetëvendosja nëse nuk krijohen institucionet do të jetë fajtori kryesor. Dhe ma ke thonë kujt do t'ja mirte mendja që një forcë politike që ka 3 deputet kërkon kryetarin e parlamentit. Unë vetë personalisht jam angazhuar që të kemi marrë shumë racionalitet në bashkëbisedim. Një dhonë kryeministrit, një partije me 8 deputet, ja keni dhonë një vizja vetëvendosje. Kujt ja ka dhonë? Ramosh Haradinajt. Se ka dhonë? Mblan. Ajo marrëveshjen e Vlonit. Ajo ka qenë marrëveshje për cilën mundesh me fol Visari më shumë. Po insistim... Po, insistimi ka qenë që lëvizja vetëvendosje me marrë dialogun me Serbinë. Dhe dialogu me Serbinë për ne ka qenë më me interes. Kryeministri Ramosh Haradinaj. Po, për shkak se dialogu ka qenë më me interes. Dhe që është e vërteta këtu kemi të bëjmë me një grupim të madh forcave politike. Prap e shikoni, ka përpjekje për me kriju një realitet imagjinar 2014. Po pikërisht krahasim totali pa qëllueshëm. Dhe sepse këtu kemi të bëjmë me forca politike, jo vetëm me vetëvendosjen. Dhe vetëvendosja nuk ka qenë kush e di sa e fuqishme, atëherë i ka pas sa deputet i ka pas? 16-17. Po është pakica lëndë. Po, dhe ky realitet që përpiqet për mua është imagjinar, sepse përgjegjësia do duhet i binte edhe atyre, madje unë tash e kam ndrru bindjen, më shumë atyre që s'kan racionalitet në politik. Në cilin vend në Evropë, një forcë politike që ka 2 deputet, 3 deputet, 10 deputet, sepse nën 15 deputet, ne që jemi marrë me studime politike, dim që forcë politike e vogël konsiderohet. Kërkon kush e di se çfarë, kryeministrin, kryeparlamentarin e tjerë. Prandaj duhet t'i dërgoj në zgjedhje të parakoshme. Dhe unë jam shumë dakord që t'i dërgoj sa më shpejt që është e mundshme. Belgzim. Unë mendoj